Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë për animacionin. Për këtë ushtrim e kam zgjedhur një fotografi te folderi X projekti, nëse ju kujtohet që kena kriju në fillim. Këtu te folderi Assets e kam vendos një fotografi. Edhe tash kthena mbrapa, edhe klikoj këtë folderin, e bëj drag and drop kështu, edhe e lëshoj këtu. Edhe pastaj klikoj këtu te folderi 2R, edhe hapet fotografia. Fotografin e marr e bëj drag and drop në timeline këtu. Edhe shikoni tani hapet fotografia. Tash fotografia i ka disa sekonda. Na këtu e zgjedhemi sa më zgjat. Domethënë tash shohim këtu sekondat, edhe fotografia ka më qëndru, domethënë kozgjotja ka më qenë e njëjtë. Nëse klikoj këtu mbi fotografi, edhe klikoj te effect control, shikoni kena disa opsione këtu të kontrollit fotografisë. Nëse e lëvizi këtë këtu, shikoni këtë vjen e katërt, do të thonë na për kohë këtu po lëvizi, shikoni edhe kjo lëviz në njëjtën kohë, ose nëse lëvizi këtu, edhe këtu lëviz njësoj. Tash, këtu i kemi disa opsione që na shfaqet me fotografinë. Tash, çish funksionon animacioni? Fillimisht këtu te scale, do të thonë te mallësia po e zvogloj fotografinë. Kena mësu pak kjo sikur te video, edhe këtu zvoglohet për shkak të rast fotografia. Ndërsa, këtu janë rromi pozicionin. Shikone, pozicioni e fotografisë e vendosa në këtë pozicion, për shembull. Tash, për momentin nuk kena dhënë asnjë animacion. Pse? Për me apliku animacionin na duhet me kliku këtu. Për shembull, pozicioni i fotografisë është këtu. Tash, klikoj këtu te position, te kjo si orë këtu, pikë në momentin tash aktivizohet animacioni. Edhe klikohet të një pikë shfaqet. Nëse nuk ju shfaqet juve që kjo, shikoni mundi me pas kështu të mbyllur, e klikoni këtë edhe ju shfaqet. Tash u shfaq një pikë e vogël. Nëse lëvizi këtë kështu, edhe tash e lëvizi pozicionin këtu, më thonë për rriti me mos të numrat, e shifni këtu që për lëviz, tash prej pikës A, kjo është pika A, kjo pika B. Nëse tash e lëshoj me space enter, kjo tash e bën lëvizjen ka dole prej pikës A derisa të mbrojnë te pika B. Por arsye se unë që kam lënë që kaq larg është distanca, sekonda. Nëse afroj këtë pikën, shikoni, bëhet veprimi i njëjtë, po bëhet në mënyrë më të shpejtë, se tash e kam afruar në distancën brenda kohës, shikoni. Që tash më shpejt. Që po arriti pak kët, që po afroj alo më afër, shikoni me space, tash po lëviz më shpejt. Nëse afroj më afër, lëviz halo më shpejt e veprimin e njëjtë, shikoni. Edhe tash çat moment që vrin këtu, kjo mund nuk lëviz, edhe pse koha hec, kjo fotografia qëndron, po na e kena vendosur që kjo mu bë brenda 18 sekonda, shikoni. Okej, po kthena mbrapa prap, shikoni. Po e aktivizoj, edhe kjo po bën lëvizjen prej pikës A deri te pika B. Po nëse këshirë më mirë, po bëhet një lëvizje, po jo fort e mirë, për arsye se çore veç po lëshohet edhe po nalet. Na i kemi një farë opsione, po klikoj në te kjo pika parë. Nëse klikoj me tasën e djathtë, klikoj këtu, edhe klikoj easy out. Edhe te pika 2 po klikoj me tasën e djathtë, edhe klikoj këtu edhe bëj easy in. Shikoni tash veprimi bëhet pak më i mirë. Fillon ka dole, edhe fillon në fund apo shkon tu në ul, shikoni. Do të thonë veprimi po bëhet pak më i bukur. Shikoni. Po fillon nga dole edhe po shkon tu u ka dalsu. Nëse e lëvizi këtë kështu, edhe këtë kështu, i bie që video fillimisht qëndron, pastaj fillon me lëviz. Do të thonë, brenda kësaj na kemi mundësinë me zgjedh prej cilët sekond me fillu animacioni. Okej, kjo është një thjesht. Po e kemi edhe opsionin tjetër me aktivizu edhe këtu te mallësia te scale. Për shembull, te pika A shikoni, kjo është pika A, pika B. Nëse e klikoj shiftin, e bëj shiftin shtyp prej pikës A te pika B, çore knap kjo u vendos automatikisht me shift. Pa shift do të më shkuën më koncentru, më vendos këtu. Nëse klikoj shiftin, shifti manual pika A, pika B. E vreni? Okej, e kam shiftin shtyp, po dal te pika A. Te pika A, mallësia e fotografisë është çkaq. Edhe më me kliku me aktivizu efektin. Tash të aktivizova këtu mallësinë. Tash shkoj me shift te pika B, tash më thon te pika B shko bono zvoglo e vogël. Shikoni tash po kthejna këtu, pëlqoj play. Përveç që fillon me lëviz,
kjo shkon edhe duke u zvoglu, se kena thonë, te pika A nej që kaq, deri te pika B shko të u zvoglu. Shikoni, te pika B ka 0 dhe kjo hupi, u zhdu ketë. Nëse du me fshi këto, po kthejna që të lezoj, ose mu me deaktivizu efektin për shembull, po në këtë rast unë veç pi selektoj këto dy pika edhe pi bëj delete. Edhe nuk glen kjo. Shikoni. Edhe njerë, tash është vetëm lëvizja. Hapi tjetër i kemi këto edhe për shkak me rrotullu. Te pika A është çiki veprem, edhe e aktivizoj. Dal te pika B me shift, edhe bëj një rrotullim, për shembull kështu. Edhe shikone, kjo prej pikës A fillon mu rrotullu deri te pika B. Shikone. Edhe pastaj nalet. Edhe te këtu funksionon easy in, easy out që i bënë këto. Pi selektoj këto. Opcionin e shpesh që përdormë kjo me opacity. Për shembull, po kthejna te pika A me shift, edhe po klikoj këtu opacity. Do të thonë tash transparenca është 100%, do të thonë e shoh fotografin. Po klikoj këtu me grej me shift te pika B, edhe pi thon bono 0. Shikoni. Tash te pika A pe bëj play, kjo përveç që shkon të lëviz, shkon edhe tu u zhduk, tu u bë transparencë derisa të bëhet 0. Favreni? Kthejna mbrapa, kjo ishte sa më po. Po kemi edhe ose tjera, për shembull, fotografien e klikomi, e aktivizomi opacityn, e bëmi 0, shkomi pak më anketon, i thomi bëno 100%, shikone, pastaj lëvizje edhe pak qëto, prap e klikoj një pik qëto. Këta klikoj qëto, kjo bëhet veprimi njëjtë sikur kësajna, tash e lëvizje edhe pak, edhe klikoj e bëj 0. Kështu që, tash nëse kthena këtu, shikone, fotografia është pa sfushiet, shkon të u zrit, vepron njësoj, pastaj prap shkon duke u zhduk. Më thonë, ju mundi mi provu tani ma shumë këto efektet, po ideja është me kuptu që funksionojnë këtu keyframes.